Një tjetër gabim që në shpesh si prind e bojmë, pa dashje, por nga dashuria e madhe ndaj fëmijëve, është përsëritja e fjalëve kur ata i thonë në një mënyrë jo shumë të drejtë. Domethënë nëse ata e thonë një fjalë në versionin e gjuhës së fëmijëve dhe ne ja fuqizojmë duke ja përsërit dhe duke ja thënë atë fjalë njëjtë, duke mos ja thënë ashtu siç thuhet fjala. Sa mund të ndikoj kjo sjellja jonë në çrregullimin e të folur tek fëmijët tonë? Po, mundet me ndiku, prapë varet edhe prej moshës, se që përmenda ma herët nëse është mosha ndoshta ma e vogël, edhe nëse nuk shqiptohen fjalët mirë, nuk është diçka shqetësuese. Mirë po nëse fëmija ka një moshë pak më të madhe dhe ne vazhdojmë ja përsërit, do me thonë të mos i shqiptu fjalët mirë, atëherë nuk është që ju ndihmojmë shumë, se duhemi me mësu që fjalët mu artikulu mirë, me u shqiptu mirë, edhe në qatë mënyrë pastaj mi ndihmu atyre edhe në zhvillimin e komunikimet. Se nëse vazhdojmë të ja përsërit të i shqiptu fjalë gabim, atëherë nuk po i ndihmojmë, po vetëm po ja përforcojmë që ajo fjalë po shqiptohet qashtu, e jo, se nëse e përmirësojmë, nuk po i bjen që po i bën dëm fëmijën, ndoshta prindrit mundet me u ndi keq, po në fund ditës është ma mirë me përmirësu edhe me mësu se qysh shqiptohen fjalët mirë, se është në të mirën e fëmijët. Po, ta dim saktë se si, ta zëm, djali im kur ka qenë i vogël, frigoriferit i ka thonë gorigofer. Tash, na si prind, po e marrë konkret shembullin tim në mënyrë që me marrë edhe mesazhin krejt prind. Unë gjatë komunikimit me djalin, a duhet me i thonë, nuk duhet me i thonë ti gorigofer, por frigorifer, apo aj nëse thëtë unë mja thonë mirë, pa ja të rjek vritjen ati në mënyrë që me më dëgju. Cili është verzioni, Ilsa? Në ma mirë ndoshta për shembull nëse ai e thot gabim, vetëm me përmirësu, me thonë frigorifer. Okej, jo mi thonë mos e thuj, është gabim, jo me i bo presion, do me thonë. Po, do me thonë nëse është akoma shumë i vogël, ndoshta mos me i bo shumë presion, ashtu jo, mos e thuj, se tani mundet ndoshta varet edhe prej fëmijët, mos me thonë tani fjalën heq. Okej. Po vetëm me përmirësu, frigorifer, sa herë të përmend, tani fëmija sa ma shpesh që e dëgjon edhe shkon të e mësua, okej, nuk ka qysh po e thamone që në ka frigorifer. Okej, do me thonë këtu, sepse unë e thash janë gabime që bëhen nga dashuria për madhe që kanë prind për fëmijë, sepse nuk ka prind që nuk e do më të mirën për fëmijët e vet.